Konsumoni bukë mistri çdo ditë dhe do befasoheni me përfitimet. Mistri shërben gjithashtu për të mbajtur konstant nivelin e kolesterolit në gjak, pasi ul ndjeshëm nivelin e yndyrës. Ai luan një rol në prodhimin e energjisë në trupin e njeriut. Mistri gjithashtu është një burim i vërtet i proteinës dhe vitaminave. Në një studim të bërë ndër shekuj tek meshkujt të cilët kishin kolesterol të lartë pas një trajtimi me produkte mistri si dhe ushqime të ulta në yndyrë, u arrit në rezultate mjaft të kënaqshme. Mistri gjithashtu është një burim i energjisë sepse përmban vitaminën B, të domosdoshme për trupin e njeriut. Në Shqipëri dhe në rajonet përreth, përdorimi të veçantë ka zënë buka e mistrit dhe gjithmonë është rekomanduar për njerëzit që vuajnë nga hipertensioni. Andaj mos nguroni që ta keni pjesë të dietave tuaja më të shëndetshme, edhe përfshirjen e bukës së mistrit. Vëmendje: informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat nga mjeku juaj ose ofruesi